Jemi rikthyer në spektaklin tuaj. Jemi në ditët e festave të fundvitit. Në realitet Kosova ka edhe një fest tjetër. Kam shumë dëshirë ta quaj kështu. Kur kemi zgjedhje kemi fest, sepse kemi mundësinë ton të ardhë që t'i zgjedhim njerëzit më të mirë për në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Vendin ku duhet ta kenë ata që vërtet me bagazhin e tyre krijues të dijes shkencor e të aktivizmit e kanë aty në bazë të punës së tyre. Do të vinë në vazhdim një mysafir tepër i veçantë, një profesor doktor, një njeri i aktivizmit jetësor, jo vetëm në mbrojtje të shëndetit, po dhe misionit të vetë jetësore kombëtar të ndërtimit të këtij shteti, të synuar për 3000 vjet me radhë. Ai është zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, profesor doktor Shamsedin Dreshaj. Hajde, prof. Profesor, mirë se erdhe. Mirë se gjeta ne. Si e profesor? Mirë, faleminderit. Këto ditë të bujshme, kogja shumë punë, kogja shumë lëvizje, po juve keni qenë me energji gjithmonë. Faleminderit, por realisht është rënduar vendi me një aktivitet të panevojshëm. Pra do thotë një mungesë një vullnetit të mirëfillt, që të mos e rëndojmë popullin dhe vendin, të mos e harxojmë vendin, që kem kumiqu parët tona në investimet në vend, u desht prap këtë herë të fillojmë edhe një proces gjator, e them, emergjent dhe të panevojshëm. Pa një mirë, po takoheni me njerëz, përshëndeteni, ju dëgjojnë, ju flisni, e keni një mundësi më shumë, një farloj, a me qujtë si një multi-level marketing në politikë këtu, derë më derë, shtëpi më shtëpi, salë më salë, qytet më qytet, fshat më fshat. Çdo vend ka nevojë për komunikim, dhe ne komunikojmë, por realisht komunikimi duhet jetë ai që e dojmë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur për arsye të duhur. Pra do të thotë jemi në një situatë kur vërtet jemi duke punuar mjaft, duke shku shtëpi me shtëpi për të mirën e këtij vendit që të mos vazhdon kjo amulli e deri sotme. Profesor i nderuar, ju jeni profesor doktor, një nxënës i shkëlqyer, një fillore, në të mesme, me 1 milion vështirësi në kohra të vështira për Kosovën, një student me krejt dhjetëse, e di që veç një nonë ke, e di që dhe profesorët kanë thonë, sa gjuna, po si ta kthejmë, gjithsesi profesori i nderuar Recep Gashi ka lyp me ta nru, me ta bodheça, po? Sakt. E kështu. Kemi folë edhe në emisione tjera, ju kemi dëgjuar gjithandej, pastaj studimet postdiplomike, specializimi, gjithherë, absolutisht, punë e një njeriu jo vetëm të përkushtuar, por që ja ka dhënë Zoti mençurinë e dijen e këtu, e bukur e krejt saj ka qenë që krejt qitoj ke vu në shërbim të atë dheut, që prej momentit kur je bëj vedishëm e më tutje, kur është rrit kjo vedije kështu. Në realitet, juve në politik jeni, edhe po doni, edhe po synoni që të vazhdoni, por spektatori ynë, edhe telespektatori ynë, do të dëshironte edhe një herë ta shihte në realitet kush është profesor doktor Shamsedin Dreshaj. Ne kemi përgadit, regjia na ka përgadit një lloj mini dokumenti televiziv se kush është profesor doktor Shamsedin Dreshaj. Ndjekim pak bashkë? Profesor doktor Shamsedin Dreshaj është një nga figurat më të ndritura të mjekësisë kosovare. Një emër që lidhet me përkushtim, dije dhe humanizëm, për më shumë se 4 dekada në shërbim të shëndetit publik. Ai ka qëndruar pranë pacientëve, studentëve dhe institucioneve duke qenë gjithmonë aty ku kërkohet përgjegjësi, profesionalizëm dhe zemër njerëzore. Rruga e tij akademike filloi si student shembullor i Fakultetit të Mjekësisë për të vazhduar mëtej me magjistraturën, doktoratën, specializimin. Ka specializuar në Ljubljanë, subspecializuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot ai numëron 10 punime shkencore. Është profesor i respektuar i infektologjisë në Universitetin e Prishtinës dhe një nga figurat që kanë formuar brezat e tërë mjekësh.
Në klinik dhe në amfiteatr, profesor Dreshaj ka qenë gjithmonë shtyllë e edukimit shëndetësor, zë i arsyes profesionale dhe mbrojtës jetës njerëzore. Ai njihet në Kosovë, Shqipëri dhe më gjerë në rrethet shkencore e ndërkombëtare, si shembull i një shkencëtari që nuk është mjaftuar vetëm me profesionin, por e ka kthyer atë në mision jetësor. Në kohë të vështira për shëndetin publik, ai nuk ka qëndruar asnjëherë larg sfidës. Përkundrazi, ka qëndruar në vijën e parë, me përullësi dhe guxim. Ka dhënë dije, ka shpëtuar jetë, ka orientuar politika shëndetësore dhe ka treguar se mjekësia është mbi gjithçka shërbim ndaj njeriu. Sot, profesor doktor Shemsedin Dreshaj vendos të hap një kapitull të ri, duke garuar për deputet në Parlamentin e Republikës së Kosovës, jo për ambicie personale, por për të vazhduar të njëjtin mision në një fushë tjetër, të shërbej vendin, qytetarët dhe të ardhmen e sistemit shëndetësor. Ai vjen me përvojën e një profesori, integritetin e një mjeku dhe përgjegjësinë e një njeriu që ka dëshmuar me vepra e jo vetëm me fjalë. Sepse njerëzit që i kanë shërbyer popullit gjatë gjithë jetës e meritojnë besimin që të vazhdojnë të udhëheqin me dinitet. Jetës Shemsedin Dreshaj. Profesor, Kosova ka nevojë për njerëz me përvojë të vërtet jetësore e profesionale si ju në parlament. Ne në kohënat e vështira prodhojnë njerëz të guximshëm dhe i pjekin para kohe. Unë mendoj se bashkë me ty i takojmë asaj kohe kur ne jemi pjek para se mu dashtë. Dhe sot, këta njerëz janë të gatshëm ende të vazhdojnë sakrificën që e ka bërë dikur për këtë vend. Pse? Ende nuk e kemi përmbyll rrugtimin tonë deri në fund. Si mund të transformoj përvoja juaj 40 vjeçare në mjekësia, qasje ndaj politikave publike dhe shëndetësore? Punojsh 40 vjetë në shërbim, i përkushtuar, rezulton me ato se ti i identifikon të gjitha pikat e dështimit të menaxhimit tanë. Ju e dini që unë kom qenë drejtor një 7-8 vjetë, kom qenë prodekan dhe i kom identifiku të gjitha pikat, hallkat ku ka dështu sistemi jonë arsimor edhe sistemi jonë shëndetësor. Ato gabime do t'i përmirësoj dhe me përmirësimin atyre gabimeve, gjenerata që vije pas meje, mendoj që do t'a ketë shumë ma letë që vendin t'a shë përpara dhe t'a përmbyll një arsim të mirëfillt dhe një shëndetësi të kënaqshme për secilin prej nesh. Profesor, a është ky momenti kur profesioni, dia dhe integriteti duhet marrin vendin e politikanëve rutinor? Ne jemi pajtona me ty plotësisht, por dua të them diçka. Moto imja ka qenë që sa kohë njeriu i duhur, në momentin e duhur, në vendin e duhur, i dëshmuar paraprak me dije, me guxim dhe përkushtim. Pra, këto 4 elemente duhet domosdoshmë që ti respektojmë qoftë si elektorat, qoftë si të përzgjedhur të popullit në momentin e nominimit. Shumë çka vlen për të dëshiruar në këtë përzgjedhje që kemi bërë këto 25 vitet e fundit. Profesor i nderuar, unë e di se çfarë humb, po ju bëj pyetjen juve dhe mund të na përgjigjeni. Çfarë humb Kosova nëse njerëz me mision dhe karakter si ju qëndrojnë jashtë vendimarrjes? Mendoj që Kosova humb shumë. E humb hapin në trend me kohën. Si do të sillnin kuvent atë përgjegjësi morale që e keni treguar në jetën klinike dhe akademike? Mendoj vetë prania ime do të reflekton shumë në kuvent në raport me krijimin e një besueshmërie nga opinioni dhe një gatishmërie për me reformu vendin. Do të thotë krejdijen, kapacitetin tim moral, intelektual do të sjell në kuvent në të mënyrë që të krijoj një kvantum të mjaftueshëm të njerëzve që përfaqësojnë vendin që çështjet vitale t'i shtyjnë përpara. Pra, nuk mund të hecësh vetëm. Unë di si ti
afroj njerëzit dhe si t'i shtyjmë çështjet që i duan vendit përpara. E t'ju prish. Se mirë është mi u pri profesore, doktore, akademiku, profesori ndërum. Në krejt botën ndodh kjo. Dija dhe shkenca kanë qu botën në këto nivele. Veç ata mund t'a bëjnë. Unë mendoj, po a mendoni edhe ju se qytetarët kanë më shumë nevojë për deputet profesionist se sa politikan të karrierës, goxha të zakonshëm dhe rutinor. Ne ende nuk e kemi përmbyll rrugtimin e pavarësisë së vendit. Mendoj që në këtë fazë vendi ka nevojë për njerëz të dëshmuar, njerëz të guximshëm, të dijshëm, që dinë çka duhen të bëjnë në momentin e caktuar. Nuk është koha e eksperimenteve, për shkak se ndikimet gjeostrategjike po luajnë rol shumë të rëndësishëm. Pra, ju duhet të jeni i duhuri në vendin e duhur dhe në momentin e duhur. Nëse kjo nuk e ndodh, frigohem që do të kemi ngecjen e proces. Goxha shumë ka hezitim, barem nga këndshikimi im, nga stafi akademik, njerëz të ditur, të shkencës, të dijes, se në krejt botën e udhëheqin baba i pasur, baba i ditur, qita dy. Po në këtë farloj hezitimi të njerëzve të ditur, sidomos stafit akademik, cili do t'ishte mesazhi juaj për ata që thojnë se njerëzit e mirë nuk duhet të hyjnë në politikë? Unë mendoj që është një postulat i gabuar, për shkak se juve edukoheni, përgatiteni për sfidat që i shërbejnë të mirës së përgjithshme. Në këtë vend, dhe jo vetëm tek ne, po kjo është një dukuri që ka përfshi këtë bllokun lindor, për 30 vitet të fundit antivlera është promovu për vlerë, dhe vlera ka mbet e anashkaluar. Koncepti im në raport me pyetjen tënde është që vlerën ta promovojmë për vlerë dhe njerëzit që kanë vlerë ti qesim në vende edhe prej tyre të kërkojmë përgjegjësi. Përgjegjësi në atë mënyrë që gjeneratët që vijnë të mos kenë fatin që e kemi pas ne si gjeneratë. Thjesht njerëzit që dinë... Pra bëj apel që intelektualet të marrin guximin dhe të tregojnë veten, e të mos i lëm vendin me stihi. Me asnjë frikë, profesor, gjithë kjo karrierë bujshme, gjithë kjo akademizëm, absolutisht, në realitet, pa hezituar fare, e vën në sprovë, e vën vetën në sfidë, vetëm e vetëm për të dhënë kontributin për atë dheun, për këtë vend që kemi bërë çdo gjë. Do më thonë, kemi dirë dhe gjake, çdo gjë. Dëgjam, unë kjo ishte arsyeja dhe mesazhin që tash pa herë, pra do të intelektualit të guxohet dhe të vitë me bashkohet edhe mua, të bëhemi sabër shumë në atë mënyrë që të mirë në përgjithshme ta shtyjmë përpara. Pra nuk mjafton që ju të rrini në shtëpi, ose të meditoni, ose të dilni të flisni në rrugëve, po hajdeni të vendi. Pra ejani në kuvend dhe bashkë ta rregullojmë dhe të shojmë vendin përpara. Aty ku bëhet. Aty ku bëhet. Apropo kësaj, a mund të krijohet një politikë e bazuar në etikë, dije dhe humanizëm, për shkak të një keqkuptimi të madh që ka ndodhur në për këto vite, dhe si do të dëshmoni ju vetë në praktikë? Unë mendoj që nëse rastësisht arri që të bëjnë një grup të mirë, që besoj që të bëhet, i njerëzit që mendojnë mirë në rënd parë për shtetin, e pastaj për vetin, mendoj që do ta keni shansen të hetoni lëvizjen pozitive drejt përmirësimit të jetës në vend. Për këtë edhe njerë bëj apel që sa më shumë njerëz normal, njerëz të dijshëm, njerëz të guximshëm, njerëz të dëshmuar, të me bashkangjitën në Kuvendin e Kosovës dhe të punojmë për të mirën e përgjithshme. E mira individuale vjen me vetvetiu. Të ju bashkangjitën, po si do të siguroni që fjala juaj në parlament do të jetë zëri i qytetarëve, pacientëve, studentëve, mjekëve, edhe pse e kemi ndjerë në 4 vitet e kaluara, ju keni qenë pjesë e parlamentit. Po,
Do t'jeni më i zëshëm? Unë do t'jem ma integrus. I zëshëm kom qenë mjaft. Por do t'jem ma integrus dhe uroj që ky parlament të ketë një strukturë pak ma ndryshe se sa ai parapraku kur isha unë, kur zëri i arsyes do të bashkohet me iniciativen e cila është për të mirën e vendit. Shpesh ka ndodhur në parlamentin e kaluar që zëri më ka mbeti vetmuar, ose është mbështetur nga një pakicë pa mjaftuar që të arrijmë në fund. Ju i dini, kemi pas disa iniciativa në drejtim të sigurimeve shëndetësore, në drejtim të reformës së arsimit, dhe ato kanë mbetë si iniciativa, nuk janë përmbyllur deri në fund. Pra, uroj që ky kuvend që vim të ketë pak një strukturë disa më ndryshe, ku zëri i arsyes do të depërton në veshin e secilit, e jo qëndrimet partijake, politike ose programore që do ta stopojnë vendin. Çfarë bën ndryshe profesor doktor Shamsedin Dreshajn nga shumica e kandidatëve politikësat? Po, përvoja, guximi dhe dëshmia. Se cili që dëshon të di kush jam unë, mund të hurimton dhe shofin. Unë kam qëndrueshmëri. Do thotë, unë nuk mbes në gjysmë të rrugës e një iniciativë që e filloj. Sfidat me kanë pjek para kohë. Dhe këtë e kanë dëshmu si në shëndetësi, si në arsim, si në menaxhim, e do t'ju garantoj që i njëjti do t'jem edhe në kuvendin e Kosovës në ditët që i presim. Ke qëndrueshmëri. Do ta mbash? Po. Profesor i nderuar, po du me kalu në një pjesë tjetër të pyetjeve që i kam përgatit për ju, sepse keni qenë 4 vite në parlament. Është e qartë që Kosova nuk është mirë, që Kosova të bëhet një vend i dëshirueshëm për të jetuar mbas disa viteve, cilat janë kushtet paraprake që duhet të ndërmerren. Në Johannesburg, në hyrje të Universitetit Shkruan, nëse dëshon të shkatrojsh një popull, nuk ke nevojë të përdorësh bombat atomike. Shkatroj arsimin dhe shëndetësinë. Ti na im je i ditë vetona. Mbijetesën në Kosovë për 10 vite ka siguru vetëm shëndetësia dhe arsimi. Nuk kem pas aktivitete tjera, nuk na kanë lanë. Kemi qenë popull jashtë institucioneve. Qenë të robruar, por këto dyja i kemi bërë. Por këto dyja i kemi bërë, dhe këto dyja e kanë bërë shpresën për të nesërmen, dhe mund këto të dyjat, sot i kemi rënuar. Unë, nesër, hapat e parë që do t'i marrë, janë në reformin e këtyre 2 sistemeve. Në arsim edhe shëndetësi. Aty ku ke qenë edhe ku ke vendit gjithmonë. Aty ku jam. A kalojmë pak në këtë mal praktikën ekonomike, se të shofe, të dëgjoj edhe në paraqitjet mediatike edhe në shkrimet tua që absolutisht i qasësh si një njeri që vjen nga akademia, nga shkenca, nga dia, jo vetëm mjek për... Profesor, raportet e fundit, si ai për shembull i Fondit Monetar Ndërkombëtar, flasin për një stagnim të investimeve kapitale apo një lloj gjakderdhje fiskale. Si mjek, si do ta diagnostifikoni gjendjen aktuale ekonomike të Kosovës, edhe cila është kura urgjente që propozon t'i bëhet saj? Ama që është edhe programi tuaj. Po, në programin ton ne kemi parapas gjithë dhe realisht i kemi menduar mirë, programi është i hartuar nga ekspertë të lamive të ndryshme, dhe nëse implementohet në përpikmëri, mendoj që kjo pyetje e ka përgjigjen mbrenda në program. Atë çka dua të them është që çka e karakterizon këtë periudhë 4-5 vjeçare tonën është ose nuk është punu si duhet nga mosdia ose nga friga. Ndryshe nuk mund ta definoj. Që kjo qeveri ka pas një sasi të mjaftueshëm të fondeve që të investojnë në vend. Ka pas një mundësi që ta zhvilloj vendin. Mendoj që në bo poteza të pa matur mirë. Dhe praktikisht një qeverisje 4-5 vjeçare, praktikisht qeverisja vetme që ka pas mandatin e plot në menaxhimin e vendit. E një vjet më shumë. Nuk kalon kurkun gjurëm kur delsh për dere me pa, me thonë kjo është e kësaj, kjo është e kësaj. Për dallim se qeverisjet paraprake
me shumë ma pak investime, me shumë ma pak pare, kanë lanë gjurmë dhe kanë lanë atë me shka sot për shkakun përmendet dhe mburën. Po kalëm të një pyetje të një dhimbje juaj, do më thonë po ju preku aty ku ju dhem më shumë. Ligji për sigurimet shëndetësore ka mbetur në sirtar për vite më radha. Pse ky ligj është operacioni i parë që duhet të kryej parlamenti i ri dhe si do të ndikojë ai direkt në xhepin e qytetarit? Sigurime nuk ka shërbim shëndetësor cilësor pa sigurime shëndetësore. Ne kemi sigurime shëndetësore, është tax-based, por janë të pamjaftuara. Vërtet, ka qenë një mungesë e vullnetit politik, ndoshta edhe të dijes që këto të përmbyllën. Që të funksionalizohen si duhet sigurime shëndetësore në ujitën që të krijohen disa parakushte që janë obligative që sigurime shëndetësore të banë të ndjeshme. Në një duhet të keni objektet, nuk ekzistojnë. Në dy duhet të keni njerëz të trajnuar, nuk i kemi. Në tre duhet të kemi listën e çmimeve të shërbimeve shëndetësore, fatkeqësisht edhe këtë e kemi gjysmake, halat pa përfunduar. Në 4 duhet të krijojmë mbledhjen e fondacioneve, pra grandeve të ndryshme që të grumbullohen parë dhe tërë kjo përpos se kërkon dije, kërkon përkushtim, duhet jetë prioritet qeverisës i një qeverie të një vendit që ky shërbim të përmbyllet një herë për gjithmonë. Pra, unë mendoj që në esencë, deri më sot shëndetësia e fatkeqësisht edhe arsyemi asnjëherë nuk kanë qenë prioritet qeverisës së vendit dhe për këtë arsye sigurime shëndetësore nuk i ke. Edhe unë mendoj që nesër, po që se do të vije dikush që vërtet është i përkushtuar i guxim shëndej që ndrushëm të punojnë në këtë drejtim, mendoj që do të në ujtën të interval mjaft i gjatë kohor derisa qytetari ta hetoj atë peshën e sigurimit shëndetësor. Pse e përmendi këtë? E përmendi që nuk ka nevojë të mendoja ka lek në xhep apo s'ka. Nuk mendon a do të shkon në institucion privat apo publik. Shërbimi do të jetë i kontrolluar dhe i vlerësuar. Çmimi do të jetë unik. Pra do të thotë sigurimet shëndetësore vërtet e hekin një barë të madhe nga ajo kostja e jetës ditore në Kosovë. S'po du me përmend atë tjetrën që është edhe ma e keqe që për shembull sot ne nuk e kemi. Bie fjala deri në moshën 65 vjeçare ju keni mundësi të bani ndonjë alternativë për sigurime shëndetësore, qofshin ato private ose këto firma që ndërmjetësojnë këndej. Por mas moshës 65, as shteti s'ju siguron e as privati s'ju siguron. Pra atëherë, kur ju keni masë shumë të nevojë për sigurim të shëndetit, atëherë nuk e keni. Për këtë arsye, këtu duhet të bëhen lëvizjet sa më të shpejta në atë mënyrë që secili qytetar i vendit ta gëzoj shëndetin dhe shërbimin shëndetësor si duhet, dhe pastaj prej këtyre dalin edhe performanca. Del mjeku i mirë, ka rrugë tjetër, ndërsa ai tjetri ndoshta do ta zon veten dikun. Sot me një situatë çfarë kemi, nuk ke mundësi të bësh një performancë të mirëfillt, do të jetë një performancë gjysmake e influencuar. Influencuar. Profesor, mbi infeksionin, jo infektivin, as infeksionin, punë që 40 vjet e keni bën me përkushtim të madh, duke e dhënë këtë edhe jetën asaj. Gjë, po një infeksion që e kemi quajtur infeksion i emigrimit, ikun mjektëri. Si profesor universiteti, ju jeni studentët më të mirë që po ikun. A është ky një dështim i sistemit tonë imunitar, si shtet dhe si do t'i bindni ata të qëndrojnë? Po, kjo është një plagë e hapur, të cilën shoqëria duhet ta mendojë mirë. Mendoj emigrimi është një gjë shumë e keqe për vendin, për shkak se kapacitetet e ikjes janë shumë më të mëdha se kapacitetet e prodhimit të mjekëve. Dhe Kosova rrezikon të nesërmen të mbetet vërtet pa shërbime shëndetësore nga ekspertët shëndetësorë.
Në një picor që është bërë në odën e mjekëve në Prishtinë, ka dalë që 2 janë shkaqet kryesore të emigrimit: kushtet e punës dhe paga. Mendoj pagat mund të rregullohen, por në kushtet e punës dhe në përgjithësinë e punë kemi investuar shumë pak. Do të thotë këto dyat duhet të plotësohen urgjentisht në atë mënyrë që të ndalet migrimi i mjekëve të ri jashtë vendit, për shkak se ne rrezikojmë që vërtet të nesërmen ta kemi të dyshim. Pse e përmendi këtë? Nëse migrimin e kemi në numër më të madh sa që mund të prodhojmë mjek brenda vitit, plus gjeneratat po vjetrohen, pra do të kemi edhe fenomenin e pensionimit, pastaj kemi fenomenin e smundjes, për shkak se smundjet e caktuara paraqiten në moshat të caktuara. Do të thotë këto parametra duhet t'i ketë parasysh sistemi i jashtëm shëndetësor në atë mënyrë që të ndalet kjo. Unë mendoj eventualisht si ministri i nesërm, unë mendoj se në këto 2 pika do të kisha pas intervenimin e parë, por duke mos harru kriterin paraprakse përmenda. Hapi i parë që i duhet çdo qeverisje tek këtij vendit është që shëndetësinë dhe arsimin të shndrojnë në prioritetet qeverisëse. Profesor, shpesh po dëgjojmë në vazhdimsi premtime. Ju keni qenë pjesë e proceseve tek Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, edhe e cila ka marrë vendime të vështira. Çfarë mund të mësoj qeverisja e nesërme nga sukseset e kaluara, siç ishte për shembull transformimi i ushtrisë, apo dhe synimet për pavarësimin e energjisë? Aleanca është njëra prej 3 partive shtetëpërmuese të vendit. Ndonë se e prezentuar në mënyrë jo të mirë si masmeje në nivel të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në kohëra të saktuara ka ditë të marrë vendime të cilat e te i kalojnë barrën që e ka marrë me obligim nga vota e qytetarit. E përmende pavarësinë energjetike, e përmende ushtrinë, e unë do t'ju them diçka. Aleanca është e gatshme të merr përgjegjësinë që Kosovën ta fut në ambrellën e NATO-s. Dhe atëherë mendoj që Aleanca bashkë me kryeministrin në ardhe zotin Haradinaj, mendoj që e kryen misionin e vet. Të shtet krijimit, për shtet ndërtim, do të ketë punë për secilin prej partive dhe kurkush nuk duhet të ndi veten i anashkaluar. Sepse në vazhdimsi do të ndërtojë. Ajo vazhdimsi. Ambrella e sigurisë në NATO mendoj që është zgjedhja më e mirë politike dhe sigurisë në vend. Qysh me hi në NATO, profesor? Kam dëgjuar që flet për vlera goxha, ju synoni një rritje masive të buxhetit për mbrojtje, 2.2 miliard, ju kam dëgju juve konkretisht që flisni. Kjo është kjo vaksina që është profesori i infektives që i duhet Kosovës për të siguruar paqen afatgjat përmes antarësimit në NATO. Qysh me u antarësu në NATO? Pastaj kemi më folë qysh me i bot 2.2 miliard. Për ato 2.2 miliard flasin ekonomistat, ku flasone. Ata e në të obligumë. E që ka i bjen kjo? Që ju ja u lypni. Doni me i gjetë, doni me i bon 2.2 miliard për... Provonani dhe do të ashitni që i gjojnë. Që to kogja jemi të e dëgju kove të funit, provonani, më sfidoni, të tanë po thoni, më sfidoni. E nëse nuk sfidoni mjaftueshme, nuk i kryni detyrat, që me bon? Kërkoni përgjegjësi për ato që kam premtuar. Përgjegjësia ka munguar që 25-26 vjetë kush profesor s'ka dhonë përgjegjësi për fat keq, por keq menaxhim edhe për mosdije, se edhe për mosdije do të më dhonë përgjegjësi. Ju e keni pas deklaratën e shumë ndërkombëtarëve dhe patët edhe në fund deklaratën e Isa Musafës, dhe tentativat nuk kanë qenë për krimin e ushtrisë vetëm të Ramush Haradinajt. Edhe tjetë kanë provu. Por, kur të dëshroni me bo, diçka duhet t'jeni i qëndrushëm, duhet t'i njekni halkat, duhet t'a dini rrugën.
Këto janë sloganet bukura, I qëndrueshëm, do ta dini rrugën. Vërtet çka keni bë, profesor, ke qenë me Ramushin shumë afër në ato periudha, sepse na ke folë edhe privatisht, çka keni bë konkretisht burr ta marrin vesh dy joja. Ka shumë çka që është për publikun, edhe shumë më shumë që nuk është për publikun. Atë që nuk është për publikun. Kështu që ushtrinë e kemi, ditën me bë. E tash çashtu Edhe me rrugë të njëjtë do ta bëjmë edhe Kosovën në NATO. A na duhen ato 2 miliardë si parakusht që ti përgatitemi për me intervenu në NATO, apo jo, na testoni. Dhe unë ju them hapur, ne e pranojmë sfidën për antarësim në NATO, si subjekt politik. Nëse na lejojnë 2.2 miliard, keni thonë, që 2 miliard armatim, I blejmë, tregohemi të suksesshëm, I te I kalojmë këtu. Në realitet, mekanizmin e pranimit në NATO si e shihni ju? Ne janë dy rrugë. Apo mi abo qashtu si për ushtrinë atëherë? Janë dy rrugë. Nja 40% që më udit e 60% mos më udit. Me rëndësi është me mbrit sakun. Edhe me mbrit sakun pedom të vendin. Të krejsh ushtrinë, edhe të mos sankcionosh nga ata që janë konë kundër krijimit të ushtrisë, është mensuri. Pra Ramush Haradinaj e krejë ushtrinë pa sanksione. Ne patëm do veprime shumë të vogla, të cilat ishin krejt minore dhe për to e hangërëm supë s'kokës. Edin për veri unë. Gjysa në hek, halasja në hek krejt. Pra për të thotë, duhesh me bë hapin e duhur në kohën e duhur dhe me mikun e duhur. Ne rrugtimin ton si aleancë, edhe unë si subjekt, edhe si objekt, edhe si profesionist, nuk e shoh pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa herë se populli shqiptar ka pas raporte të mira dhe I ka dëgju këshillat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, I ka ra shumë më mirë se sa që ke menu na që mund ta bëjmë. Ke subspecializu, do më thonë, sa vite I ka ra që keni... Një vjetë ka kohë që e më konë, ishte 97. Një vjetë gjysa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A duhet strategji e veçantë që të komunikosh me ata, sepse janë për te Atlantikut, duhet mentalitet I qartë? 2 kushte janë të domosdoshme. E para është të bindesh dhe e dyta është të mos I tradhtosh. Nëse këto dy ati respekton, Amerikën e ki mas vetit. Qka me energjinë ju Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk është, se s'keni qenë edhe në procese kur nuk ka ndodhë, ne flajmë bilinit edhe me që e kisha në kuadrë të kritë saj pytje edhe pavarësinë energjetike. Si e shihni atë pavarësinë? Ne pavarësinë energjetike praktikisht nga Serbia kemi arritë. Fatkesisht kemi qenë të penguar në proces të implementimit e prodhimit të energjisë vendore. Dhe jo vetëm nga këta të sodit, por ka pas pengesa rrugës. Edhe nga qeveritë e kaluara. Me radhë. Ka pas pengesa rrugës. Nuk po dua asken ta... Nuk dojna me I thirë me emra, me mbi emra, por... Por dua t'ju them diçka. Si bëhet, profesor? Bëhet. I kemi 2 rrugë. Njërën rrugë e kemi me gasin Amerikan, edhe rrugën tjetër e kemi me thëngjillin që e kemi mbrana. Edhe mundësit alternative tjera. Pastaj ne kemi solare, të erës. Atë nuk po e kontestoj fare, por ajo nuk është energji e qëndrueshme. Ajo mund të jetë shumë e mirë, por ti duhet ta kesh një bazë që ta siguron. Kemi folë goxha shumë për shëndetësinë, se është lëmia juaj, absolutisht ku jeni profesori, doktori, specialisti, magjistri, mjeshtri asaj pune, dhe po megjithatë, po të të pysja dhe njëherë, cilat janë 3 plagët kryesore të sistemit shëndetësor, të cilat kërkojnë zgjidhje konkrete për to? 1. Funksionalizimi I sigurimeve shëndetësore. 2. Vendosja njerëzve të duhur dhe kthimi I përgjegjësisë në nivel të menaxherëve. 3. Këto janë. Vesh që le ta kuptojnë ata që do të votojnë nesër, se sonte jemi me 27 dhjetor, nesër është 28 dhjetor.
Dhe njerëzit tanë duhet të dëgjojnë, profesor, si njeriu që zgjidh problemet. I zgjidhin ata që din me i zgjidh problemet. Dhe E treta mbeti, e treta? po politika jashtë. A politika jashtë. Profesor i nderuar, nëse sot një pacient, një mjek i ri apo një student ju dëgjon, pse duhet ju besoj se ju do ta përfaqësoni më mirë se politika e vjetër? Po, dëgjom na im, studentat e mi dhe kolegët e mi e dim kush jam, e dim saj se ndrushëm jam, dhe e dim saj lakushëm jam. Pra, vizionin e dërgoj deri në fund, edhe nuk lakohem dhe nuk pengohem. I lakushëm, ja. Jo, absolutisht. Një profesor, një telefonoj nga praktika, sa shumë rëndësishme kjo, po na duket, ne që jemi jashtë, sikur çdo qeveri që vjen sikur fillon nga zero. Këto projektet e mëdha, me vizion të qartë për ardhmërinë, që janë të përshkruara mirë, a mbesin në sirtar, a vazhdojnë, apo çfarë ndodh me to? Në kohë, me kohë ka projekte të cilat për shembull dëshmojnë që janë jo efikase, jo të mira dhe duhet të largohen. Ka projekte të cilat për shembull janë përgatit, po jo mjaftueshëm, duhet të avancohen për shkak se janë projekte që ja vlen të mirën me to. Dhe ka projekte të cilat vërtet janë perfekt të përgatitura, janë të levërdishme për vend dhe duhet të mbështeten. E keqja tani është tjetër. E keqja tani është se gjithçka fillon nga e para me ndrimin e qeverisjes. Pra, në këtë aspekt, dy segmentet që më shumë t'i dëmtohen janë shëndetësia dhe arsimi. Pse? Nëse unë e kom nis rrugën për Gjilan me ndërtu autostradën, dhe i sa ndërtu në mandatin tim është ndërtu s'mundet për mu heka e asfalt ma. E vazhdon t'ja jo, është diçka tjetër. Ndërsa në arsim dhe në shëndetësi, nëse një projekt dhe ndërpritet, është shumë keq për shkak se do të mungon vazhdimësia. Dhe mendoj që shteti nuk udhëheqet në këtë formë si duhet, është formë jo e mirë. Ne nuk e kemi mësu kot dialektikën. Moto e demokracisë është pantarej, pra çka nuk munda unë, do ta bësh ti. Ku mbeta unë, do ta vazhdosh ti. E jo ti të vish në gjurmët e mia edhe njerë të fillojsh. E të kthesh nga zero. Siç na ndodhi goxha në shekullin e kaluar, zerot politike që zgjatnin goxha dhe ktheheshin prap në zero. Profesor i nderuar, thatë se nuk jeni i lakushëm, por përdore motoja e demokracisë duhet jetë pantarej. Po motoja juaj? Motoja ime është Kosova në NATO. Kosova në NATO! Më censorja në këto momente. Naim, pa siguri, nuk ka ekonomi. Pa siguri nuk ka ekonomi. Nuk ka ekonomi. Po pa shëndetësi dhe arsim? Nuk ka perspektivë dhe ardhmëri. Dhe ardhmëri. Familja juaj dominohet nga doktorat. Po. Juve, Gresa, Dardani. Po. Edhe kemi një ekonomist në Shtetet Bashkuara të Amerikës. I cili absolutisht ka avancu goxha mirë. Po, në programin e doktoraturës është, mirë është. Për PhD në të ardhmen. Kur flisni çfarë thot, do të kthehet? Shpresoj që po, por shpresat unë i kam të vogla. Amerika është i kulturë zërë, absorbon edhe shkrinj. Ata thojnë ha merë dhe ik, po në realitet ata të gjithë ju ndodh ha merë dhe rri. Edhe rri. Edhe rri në doktorat po hecin mirë. Doktorat mirë. Cilat janë bisedat më të shpeshta? Çfarë tema shkur takoheni në familje? Me doktor Dardanin, me doktor Gresën, edhe me profesorin që i dëgjon? Po temat kryesisht janë sfida ditore dhe të shëndetësisë. Po të shëndetësisë. Të shëndetësisë domosdoshmë, pra sfida ditore që u paraqitin që mjekësia është me sfida. A të thrasin edhe a konsultohen gjatë punës tyre të përditshme? Konsultimet janë të përditshme, por mos më thonë të përorshme. A të përorshme. A i thret edhe a i konsulton me i pyet në një gjë? Po si. Gjeneratët të reja duhet të
prej gjeneratave të reja duhet mirën edhe opinionet. Më ke befasuar me gjithatë me një poliglotizëm me ta që kështu. Do më thonë, me keni befasuar me anglishtën tuaj të rrjedhshme në një ligjeratë që ishte e jashtëzakonshme, normalisht gjuhën shqipe, edhe gjuhën serbokroate për me zbut në për botën e shkencës pothuajse që nga periudha kur keni shkuar në Shtetet e Bashkuara e keni përdorur gjuhën angleze sigurisht. Po. Realisht dua të them që gjuhën serbokroate kam mësuar për shkak e kemi mësuar bashkë, se s'kemi pas qare për shkak literaturës. Gjuhën shqipe duhet ta kultivosh, nëse nuk e njeh gjuhën tonë, nuk e njeh gjuhë tjera. Ndërsa gjuhën angleze kam mësuar për shkak të ndërtimit të karrierës dhe me i dalë popullit ndihëm me të arriturat e fundit që i ka pas dhe që i ka shëndetësia sot me në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ka qenë. Pra do të thotë, e kom bë krejt atë që ka komun të bej për vendin tim, që sot ta shoh si duhet dhe ende po provoj tash me këtë rrugtimin e ri, që aty ku komet nëse ka mundësi edhe pak të avansoj. Profesor i nderuam, ju tash nëse ju do të votoheni dhe do të votojnë, njerëzit do të na dëgjojnë dhe do ta kuptojnë përfundimisht që nuk ka në parlament, ky duhet hyj se është i yni. Ne tanët jemi të gjithë në këtë vend. Për këtë gjë dhe kemi sfiduar, luftuar, përpjek 3000 vjet. Po kjo aleanca për ardhmërinë e Kosovës të ftoi apo i ftova atëherë? Qërë na bashkë për pas një gatishmëri, nuk mund është fort kollaj për me hydikon. Me të pare të aleancës, unë kom pas raporte shumë të vjetra. Dhe ka qenë raporti misis, ka qenë raporti afris, pastaj puna me në sektorin publik të bën të afrosh dhe me njerëz të tjerë të cilët ishin për rreth tyre, dhe realisht ishte një ambient goxha ofrus për mu dhe kjo ishte arsyeja pse pas viteve të tëra vendosa sërish të aktivizovem në politikë. Sepse duhet dalë tek ajo. Kështu kur bëni programin, kur bëni përgatitje, kur flisni për atë se si do ta ndërtoni politikën si parti, atë pyesin? Është shumë pyetje interesante, faleminderit për këtë pyetje. Unë mendoj që është njëra prej partive më dialoguese brenda elektoratit të vetë që e ka. Në veçanti, të gjitha vendimet mirën me një debat të zërë në Këshill të Përgjithshëm dhe në kryesi të partisë. Pra vendimet nuk janë vendime diktatoriale të një individit. Për shembull, dua të tregoj, na jem diçka për opinionin që le ta dim. Unë për 4 vite në parlament, sa kom qenë kur nuk ka ndodhur që ta deklaroj për çka dua të bisedoj, ose si dua të flas. Që në subjekte tjera është pak më ndryshe. Goxha harmonizohen ata, Duhet goxha mu harmonizu. Është e vërtetë që unë nuk jam bërzi në shumë segmente tjera që nuk janë fushë veprimit tim, por dua të them për fushë veprimin tim dhe aktivitetin tim politik, vërtet kam informu kur ma ka marrë mendja që duhet, por nuk kam përjetu me më thonë dikush e çka kime folsat. Profesor, një jetë e tonë në punë, shërbim, shkencë, dije, hulumtim, vënje në jetë dhe edhe me mundësit për të qëndruar dhe në Amerikë dhe ku do qoftë në botë, këthim në atë dhe, punë në atë dhe, e për atë dhe unë, kush kanë qenë mbështetësit tuaj kryesor? Familja ime dhe ideali për të nesërmen. Familja juaj dhe ideali për të nesërmen. E përblodhe shpejt në këtë. Shko, profesor, jo shko për i këtujt, shko në parlament. I nevojite shumë këti veni. Dhe gjithë spektatori e telespektatori që në ndjek e kanë kuptuar dhe e kuptojnë që nesër me datën 28 duhet të votojnë. Andaj shko, profesor. Është numri 13. Në numër 1 Ramushi, numër 13 profesori, edhe numri partisë cili ishte? 129. 129. Andaj,
vërtet votojeni profesorin. E kemi të nevojshëm ta kemi njeriu në duhur në vend të duhur, që din mundet ja bën. Ky parlament që po vjen në vazhdim, ka nevojë për këtë profesor doktor. Shumë faleminderit që ishim. Faleminderit.